Jakub Ceraja. Thira, mirëmëngjesi. Jemi disa punëtor të kompanisë pastrimit e Arben Majdin që ndrimi natës pram nuk ka punu. Qaj kamerat le të shikon që qendra qysh dokët. Pse nuk keni punu i dashtën? Pse nuk ka derivate. Nuk ka derivate. Pra nuk është që keni bojkotuar për shkak të mungesës së rrogave, nuk ka as derivate. Nuk është e vërtet, rrogat i kena marrë, po derivate s'kena marrë, kështu që i na met as në tonë as kiton. Faleminderit shumë që më njoftove, do ta thras drejtorin pas pak. Edhe do të shoh se çfarë po ndodh. Faleminderit shumë. Plus 33, kompania pastrimi që është në gjendje të tmerrshme, miq, komuna që nuk po arrin dot, kryetari që nuk po mbledhet dot në një nuk po mban dot një seancë të asamblesë ku do të vendosë për një subvencionim të kompanisë, një luftë e pa skrupull politike në kurriz të natyrisht pastërtisë, por edhe të vetë fatit të punëtorëve të kompanisë pastrimi. Thirrja, mirëmëngjesi.